Në ndërkohë pas pak do të kemi mundësinë të lidhemi edhe me Dion Bardhi, nutricionist, për të kuptuar se çfarë mund të bëjmë tani që ka përfunduar agjerimi muaji i shenjtë i Ramazanit, po i rikthehemi normalitetit, çfarë mund të bëjmë që të krijojmë një lloj balance nga agjerimi në normalitet dhe që çfarë të bëjmë që si t'ja bëjmë në fakt pas Bajramit, pasi që e teprojmë pak qoftë me sheqerin, qoftë me ëmbëlsirat, çfarë mund të bëjmë për ta normalizuar shëndetin në përgjithësi në trupin ton dhe sheqerin në fakt në trupin ton, ndonjë detoks, ndonjë ide e mirë. Përshëndetje Dion. Përshëndetje gjithëve, së pari deshta më thonë me festa e Fitër Bajramit, së dyti kabul për gjithë ata që kanë agjëruar dhe së treti shumë faleminderit për thirrjen që të jem pjesë e emisionit. Faleminderit shumë. Dion, tashmë veç ka përfunduar muaji i shenjtë i Ramazanit dhe dal nga dal fillojmë edhe i rikthehemi normalitetit, ditës, rutinës së zakonshme, ushqimit që konsumojmë zakonisht nga 2 vakte në 3 vakte, apo ushqim që mund të fillojmë pa ndonjë orar të caktuar. Si mund ta bëj, çfarë na këshillon, domethënë, çfarë duhet të bëjmë ose të kemi kujdes nga prej agjerimit në normalitet në mënyrë që të mos e mundojmë shumë organizmin? Sot do zgjerojmë diapazonin e ditonis duke enfazuar hapat e sakt prej kalimit nga agjerimi tek pjesa e festës së Bajramit ose të kthyer në normalitet. E dim që kemi pas një muaj sakrificë me pjesën e agjerimit dhe kemi deprivuar veten nga ushqimi në afatet kohore të caktuara, por gjithmonë edhe para agjerimit kanë qenë disa etapa që jemi duhet me ndjek, që të him në agjerim nga normaliteti dhe tani do kthehemi në normalitet nga pjesa e agjerimit, prap janë disa etapa që duhet ndjekim. Gjithmonë do të kuptojmë se ushqimi nuk duhet të teprohet, për shkak se nëse ne e teprojmë, do të kemi diskomforte në pjesën e barkut, mund të kemi marramendje dhe fryerje në pjesën e barkut, gjithë kjo ndikon në pakënaqësi me trupin tonë. Por që janë disa hapa të drejtë që mund të ndjekim kur kalojmë sidomos në festën e Bajramit, edhe deshta me cek që në festën e Bajramit nuk është e nevojshme që mi deprivu veten ose mi respektu vetes gjitha gjanat, për shembull kemi ato ëmbëlsirat tradicionalisht që konsumojmë, baklavat e tespishtet, është mirë që të paktën t'i provojmë, edhe normali kemi ato fenomene që shkojmë tek të dashurit tonë ose tek familjarë, tek shoqëria, edhe normal që ata mirëpresin me tortë ose me lëngje. Një etap i drejtë që do të kishim ndërmarrë, kishte me qenë që të mos e refuzojmë totalisht, por të mundohemi që të konsumojmë më pak nga ato ushqime. Për shembull, nëse kemi një ëmbëlsirë përpara që mi shku te dikush, të mundohemi vetëm një sasi më të vogël të asaj ta konsumojmë, edhe pak lëng që mos më u kthy se nuk është mirë. Qoftë nga ana morale, qoftë nga respekti, nuk kam ju bosh shumë dëm juve, nëse keni menduar për pjesën kalorike ose atyre ekstremistave që mendojnë se ja u prish dietën, një ditë as nuk kam ja bë dietën, as nuk kam ja u prish. Kështu që duhet të tregojmë kujdes për ditët që vijnë e vijmë. Domethënë, të mundohemi të kthehemi prap në normalitet, në pjesën aktive të jetës, domethënë me pas aktivitet fizik, me marrë me sport, me pas një gjumë kualitativ edhe të ushqemi me vakte të balancuara. Kur jemi edhe tek vaktet, pra po kalojmë nga agjerimi kur për shumë orë kemi qëndruar pa ngrënë edhe pa pirë, dhe kryesisht ka qenë ushqimi në mbrëmje, pra iftari që është në mbrëmje dhe syfyri që është në mesnat. Tani mund të hamë 3 vakte apo mund të konsumojmë gjatë gjithë ditës. Si ti menaxhojmë edhe porcionet shujta ditore në mënyrë që të mos e teprojmë me ushqim? Momentin që trupi jon ka qëndruar në agjerim për 30 ditë, kjo do të thotë që ne kemi pas një caktim të orarit kur mund të konsumojmë, domethënë prej iftar deri në syfyr, e pastaj prej syfyrit nuk kemi konsumuar deri në iftar.
kjo na ka bën neve që të na bëhet një ves që të mund të mbijetojmë, le të themi, ose të kemi energji që ta shtyjmë ditën, edhe pa konsumuar ose pa pirë ujë ose pa pi kafe. Momentin që kthehemi tek normaliteti, kjo do të thotë se ne mund të konsumojmë edhe kafen, edhe ujin, edhe ushqimin. Një e drejtë që mund të bëjmë është që të shtyhet vakti mëngjesit për pak më vonë, për shkak se nëse konsumohet direkt pas 30 dita agjërim që nuk kemi marrë mëngjes, nuk kemi konsumuar mëngjes ose kafe ose ujë, kjo mund të na ndikojë në një ndjenjë pak kënaqësie ose fryrë të barkut, dhe pastaj ka persona që thonë u trosha, veç pse hongra qatë vakt mëngjesit, po normal që kjo nuk është e vërtet, për shkak se ju gjithçka që keni shtuar është ujë dhe glikogen, i cili është depozit ose rezerve karbohidrateve në trupin tonë. Kështu që kjo kishte me qenë një hap fillestar që ta bëni, ta shtyeni mëngjesin për rreth, le të themi, ora 12 ose ora 1, dhe pastaj vaktet gjithmonë t'i shoqëroni para vakteve me 1 ose 2 gota ujë, fillojeni me një frut dhe pastaj kaloni në pjatën kryesore. Gjithmonë le të përmbaj proteina, le të përmbaj karbohidrate komplekse dhe yndyrna të shëndetshme. Shpesh Deshta me cek edhe një fenomen, sidomos në festën e Fitër Bajramit, që i themi ne ai gjumi i Bajramit. Kjo është një fenomen interesant që na ndodh tek ne dhe desha mi shpjegu pak pse ndodh. Në momentin që ne kemi agjëruar 30 ditë të plota, atëherë jemi kthy tek pjesa e ushqyerjes dhe kur shkojmë musafir, kanë me na qit torte, ëmbëlsira, kanë me na qit langje, pastaj kthehemi në shtëpi mi konsumu drekën e Bajramit, e cila është e bollshme dhe normal ka goxha shumë sende në tavolinë. Momentin që i konsumojmë gjitha ato, trupi jonë nuk mësu paradite me konsumua shumë ushqim, edhe kena me pas një ngritje të insulinës dhe pastaj gjaku komo direktu në pjesën e intestines, mëlqis edhe stomaku, do më thënë intestinat janë zort, për ta tret atë ushqim. Momentin kur direktohet gjaku prej trurit ose prej pjesëve tjera në intestin, mëlqi e stomak, atëherë na krijohet ajo ndjenja e lodhjes, dhe për këto deshta mi të regu se pse na merr gjumi pasi që kemi konsumu një ushqim ose një vakt shumë të bollshëm, sidomos në festën e Bajramit. Dion, zakonisht priremi në fakt që ta teprojmë pak për festa, çfarë do feste, në këtë rast edhe festa e Fitër Bajramit, kryesisht me ëmbëlsira, por edhe me ushqime të bollshme tradicionale, që kryesisht ushqimet tona tradicionale janë mjaft kalorike, dhe pas që kalon festa, kemi atë ndjenjën e fajit që kemi konsumuar shumë, na duket vetja shumë të fryrë, dhe shumë shpesh e kemi dëgjuar atë që për kur abuzojmë me ushqime të caktuara, të bëjmë një lloj detoksi ose të bëjmë një lloj fasting pas festës së Bajramit, në rast se kemi abuzuar kushtimisht me ushqimin paksa. Çfarë na rekomandon që të bëjmë? Sipas eksperiencës time me klienta, gjithmonë ndodh që pas një dite që kemi konsumuar shumë, e sidomos ditën e festës së Bajramit, zgjohemi nesërmen diku 2 deri në 3 kg më shumë, edhe gjithmonë më shënojnë bona gabim, pse hongra aq shumë, tash i pi pishman. Me dhe merët i tregova që ajo është vetëm ujë dhe glikogen, nuk keni nevojë me u dëshpru, dhe pastaj me vazhdu me ushqim, mindim ndjenjën e fajit, thjesht ktheuni në normalitet dhe bëni aktivitet fizik. Gjithçka është, le të themi, në rregull, edhe nëse keni konsumu një ditë më shumë, asgjë nuk e bën dëm, nuk ka nevojë që të ndërmarrim hapa ose të bëjmë disa plane specifike që janë në internet, e sidomos këto tash me ChatGPT që janë bo secili ma ekspert se tjetër duke marrë informacione për ChatGPT-s ose prej resurseve tjera online. Një ditë nuk ju bën dëm, kështu që e gëzofshin, le të themi. Na falet, ë?
Normalisht ju falet, kur t'ju fali unë në rregull jeni. Në rregull jemi, por Dion, më thuaj pak, të flasim pak edhe për hidratimin. Shumë shpesh gjatë muajit Ramazanit, ankesat janë për ujin, që ndoshta nuk arrim ta konsumojmë atëherë kur kemi pasur nevojë, por gjithsesi pas përfundimit të Ramazanit dhe i kthehemi normalitetit, hidratimi është shumë i rëndësishëm për një shëndet sa më të mirë, për një tretje sa më të mirë. Cila është mënyra më e mirë për me u hidratu? E kam pas hedh një postim edhe kam bo pyetjen uji hahet a pihet. Kjo është për shkak se uji nuk mund të merret vetëm në formë të ujit, mund të merret edhe në formë të likuideve tjera, edhe në formë të ushqimeve që përmbajnë sasi të lartë të ujit, për shembull pemët dhe perimet. Gjatë kohës së Ramazanit vrehet një dehidrim i lehtë tek secili person. Kjo për shkak se është kufizuar orari që mund të konsumojmë ushqim edhe të pijmë ujë, por që në momentin kur e kombinojmë hidratimin e ulit ose dehidrimin e lehtë me ushqim, me sasi të lartë të ushqimit, pastaj vren të disa persona diarea ose tek disa të tjerë konstipacioni dhe mund të kemi si një humbje fokusi ose koncentrimi për një kohë të shkurtër. Kështu që hidratimi është ndër zakonet më të shëndetshme që mund ta mbani. Për të thënë se sa duhet të pijmë ujë gjatë ditës, rekomandime specifike për shembull për një person 2.4 litra ose për dikë 3.2 litra nuk ka. Është një format i cili rrjedhimisht tregon se sa ju merr etja gjatë ditës, mund të konsumoni aq, me aq mjafton, mund të shtoni një gotë dy më shumë dhe kjo është në rregull me ju, sidomos për sportistat ose persona që bëjnë shumë aktivitet fizik dhe djersitë gjatë ditës, ato duhet të marrin edhe pak më shumë ujë se sa personat sedentare që nuk kanë aktivitet fizik ose që nuk punojnë punë të cilat kërkojnë që ai person të djersitet. Po ashtu, Dion, e kemi dëgjuar shumë shpesh nga të afërmit të cilët thonë se pas përfundimit të Ramazanit përfundojnë me kilogram më shumë. Janë edhe të rrallë ata që thonë që kam humbur kilogram gjatë muajit të Ramazanit, më të shpeshta janë rastet kur themi kam shtuar, kjo për shkak ndoshta edhe të ushqyerjes vonë, pra iftari që ka qenë në mbrëmje, syfyri në mes të natës, ushqyerje edhe pastaj gjumë, që mund të ndikuar në akumulim të kalorive, të cilat pastaj normalisht që kthehen në kilogram të tepërt. Tani që ka përfunduar Ramazani, me ato kilogramët që kemi shtuar, si t'ja bëjmë? Me tregu të drejtën, ka persona që kanë shtu, pak ka nga ata persona që kanë humb, edhe pse thojnë që na kemi bo agjerim për 14 dhe 16 orë, duhet me humb pesh, por që gjithçka varet nga sasia totale e kalorive ditore dhe pastaj që merret një mesatare në bazë javore të kalorive që kemi konsumuar. Dhe normalisht, nëse kemi konsumuar më shumë se sa që kemi shpenzuar, atëherë normal që ne kemi më shtu pesh. Por edhe e kundërta, nëse ne kemi shpenzuar më shumë se sa që jemi ushqyer me kalori, atëherë kemi më humb pesh. Për kilogram të tepërta që i kemi shtuar gjatë agjerimit, le të themi janë shtuar 3 ose 4 ose 5 kg, ju lutem mos mbani dietë restriktive, vetëm kthehuni në normalitetit me aktivitet fizik gjatë ditës, për shkak se dim se nëse jemi agjerueshëm, nuk kemi konsumuar ushqim ose kafe, performanca jonë do të jetë relativisht më ulët. Kështu që vetëm kthehuni tek aktiviteti fizik, bëni sport, ushqeuni mirë, një gjumë kualitativ duhet ta keni dhe hidratoni. Këto janë vetëm këshillat që vlen për secilin person. E sidomos për ata që kërkojnë zgjidhje të shpejta, sepse në nutricion nuk ka ilaç magjik që ju direkton në humbje të shëndetshme të peshës ose në shtim të shëndetshëm të peshës. Po, kur përmendet për aktivitetin fizik, çfarë mund të nënkuptojmë? Pra sa aktivitet fizik është e nevojshme për të bërë në mënyrë që të jemi në fund të ditës, të jemi në kalori regres, pra të harxojmë më shumë kalori gjatë ditës, po ashtu edhe çfarë mund të bëjnë ata persona të cilët nuk e kanë shumë me qef palestrën dhe cilat janë ato aktivitete me cilat ata mund të merren, por njëkohësisht përkthehen edhe në aktivitet fizik.
Aktiviteti fizik është një spektrum shumë i gjerë, i cili përfshin nga ecja e deri tek aktivitetet më luksoze, le të themi, që nuk mund t'i kenë gjithkush pajisjet për to. Fillestare du t'jetë ecja, rekomandohen për ata persona që nuk ecin fare, rekomandohen të paktën 5.000 hapa në ditë dhe pastaj ose të rritet ritmi i hapit, ose të rritet numri i hapave që i bën gjatë ditës. Një shkon edhe për ata persona që nuk e kanë qejf palestrën, mund dalin me biçikletë, mund bëjnë një vrapim të lehtë, i cili edhe nuk kërkon shumë pajisje speciale ose pajisje të shtrenjta, qoftë vrapi, qoftë ecja. Kurse për personat që ushtrojnë në palestër, edhe nëse duhen të kenë një shëndet optimal, të paktën duhet të shkojmë 2 deri në 3 herë, do të thonë kjo është minimalja. Pastaj të optimalja shkojmë 4 deri në 5, varësisht se çfarë volumi ose intensiteti ju bëni gjatë asaj jave. Një mesazh shumë i shkurt për gjithë që kërkojnë një aktivitet fizik do të ishte që të filloni me ecje së pari dhe pastaj ta shikoni se ku ju rre zemra më fort në cilin sport. Mund të jetë futbolli, basketbolli, volejbolli ose çfarëdo sporti që juve ju duket që ju përshtatet më shumë. Por gjithsesi edhe për fund, Dion, pavarësisht që aktiviteti fizik shumë i rëndësishëm dhe i mirëseardhur, duhet kemi mjaft kujdes edhe me numrin, me sasinë e kalorive që konsumojmë brenda ditës. Shkurtimisht për ata që po na ndjekin do doja të na tregoje se sa është numri i kalorive ideale për të konsumuar gjatë ditës për femra dhe për meshkuj. Për femra dhe për meshkuj ka rekomandime se sa kalori duhet të konsumohen gjatë ditës, por për asnjë nuk është numër i saktë ose numër fiks. Pse e them këtë, mund ta them një numër, për shembull 2400 për meshkuj ose 1800 për femra, siç janë rekomandimet, por kjo nuk është e vërtetë as pak dhe nuk përkon me persona specifik ose me raste specifike të njerëzve. Pse e them këtë? Një person mund të ketë masë muskulare më të lartë, një person mund të ketë aktivitet ditor më shumë, një person mund të konsumojë më pak, një person ka apetit më shumë dhe gjitha këto varen, normal edhe pjesa hormonale, gjenetike, e kështu me radhë, gjitha varen në mënyrë që ta dimë ose ta përcaktojmë se sa kalori na duhen gjatë ditës. Kur e them se nuk dihet sigurt për secilin person, tash ju tregoj një zgjidhje se çfarë duhet bëni momentin që nuk e dimë se sa kalori të konsumojmë ose se sa kalori të harxojmë. Duhet filloni me javën e parë duke e caktuar një numër kalorish, çfarë do numri të jetë ai, le të themi 2600 ose 2800, dhe pastaj e matni peshën trupore çdo ditë. Një gabim që bëjmë me matjen në peshore është se mateni 3 ose 4 herë brenda ditës, kjo është gabim, duhet matemi vetëm një herë brenda ditës, pasi që kemi përfunduar nevojat fiziologjike në tualet, pa ushqyer dhe pa pirë asgjë, ajo është pesha juaj reale. Do ta matni peshën çdo ditë, të konsumoni çdo ditë të njëjtat kalori, një numër specifik që ja keni shënuar vetes, dhe pastaj të shikoni atë trendline se apo shkon për poshtë apo shkon për lart. Domethënë, nëse shkon për poshtë, i bie që ju ja keni qelluar me një farë sensi me numrin e kalorive, nëse shkon lart, i bie që duhet të ulim edhe pak numrin e kalorive, ose duhet të shtojmë aktivitetin fizik, kaloritë e shpenzuara. Për gjitha këto informacione që ndohat me shikuesit e televizionit Dukagjini, unë po të falenderoj për këtë inkuadrim të drejt për drejt dhe të uroj një ditë të mbarë e festë të këndshme. Shumë faleminderit edhe nga ju, ishte kënaqësi për mua dhe shpresoj se secili ka mujt me marrë një koncept rreth nutricionit dhe aktivitetit fizik.